brenda LDK-s. Dhe sa indikon kjo LDK-s në zgjedhje për shkak se ka akter të LDK-s që thonë se me afrimin e Osmanit dhe emrave të rinj në parti do të rritën për 10% më shumë, pra pati deklarata gjatë ditës së sotme. A indikon kjo realisht përçarje e brendshme LDK-s në zgjedhjet e 7 qershorit, apo realisht e përforcojnë LDK? Jo, mendoj që tash për shembull krejt pakënaqësia që është aty për shembull e Abdullah Hotit, për shembull edhe simpatizantëve të tij, nuk përderisa është pjesë e listës, ata domosdoshmë që kanë me votuar LDK. Po nashta ata se votojnë Lumirin, se votojnë Vjosën, se votojnë, domethënë, këta kandidat i votojnë ata të cilët ja u sugjeron Abdullah Hoti, por ata prapë se prapë këto vota kanë me shku në kazonin e LDK-s, kështu që gjithsesi LDK-ja mundet me qenë më fort, domethënë, përveç se nëse domethënë në fushate të cila Vjosa Osmani bën në mënyrë shumë agresive dhe shumë energjike, që nisi shumë herët realisht. Po edhe nëse gabon, atëherë gabimi është, domethënë, kushton më shtrejt. Kjo është njësoj sikur kur revozit kirrën, edhe nëse ecë me shpejtësi ngadalshme, ti ma ngadal në mrinj atje të caku, po edhe nëse bën ndeshje, pështon ma letë, nëse bën aksident. Po nëse vozit shpejt, ti mrinj shumë ma shpejt të caku, por me bo aksident, domethënë e pëson shumë ma keq. Edhe tash, mendoj një nga këto aksidentet që ka bo Vjosa Osmani ishte kjo, ishte huqe totale kjo me bëndstilin, domethënë akuza për bëndstilin, sepse, po, e para, domethënë njerëzit logjikisht shtrojnë pyetjen, nëse ku ishe deri tani, domethënë pse nuk flisje, sepse presidentja nuk është përmjam që gabimet të cilat i kushtojnë shtetit të Kosovës me hesht. Ajo është dashur me reagu me kohë, se po reagon vetëm tani në fushat. Domethënë, nëse Albin Kurti do ta kishte zgjedhur presidenta, ai kishte me vazhdu me hesht këtë punën e bëndstillit. Leqë aty, tash nuk e di sa është e vërtetë. A pat më shumë në konotacion të së vërtetës apo përdorim fushate? Jo, po kjo është si të qoftë është fushat, po mendoj që është domethënë një element i huqur i fushatës së saj. Pikërisht për këtë. Domethënë, nëse është vërtet ka ndodhur, do të me reagu me kohë. Dhe jo tani. Pikërisht tek gjua e përdorur.